Përshëndetje të nderuar miqtë mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po vazhdojmë të takohemi edhe ditën e sotme, sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë për të ndarë një tjetër lajm. Ato morën një dashuri shumë të madhe, ato morën një vëmendje shumë të madhe dhe publiku është shumë kureshtar të di akoma mbi jetën e tyre, marrëdhënien e tyre. U tha që Alba është atzën, u tha që Alba është ndarë nga Limi, u tha që Alba nuk vazhdon me Limin, por në përgjithësi Limi dhe Alba ditëve të fundit i kanë vënë pikën marrëdhënies së tyre. Unë kam fill informacione që Alba ka ardhur edhe në Struk, ka qenë në një dasëm familjare, do me thënë me familjen e saj ka raporte shumë të mira, ka raporte shumë të afërta, është afruar te familja, është bashkuar me familjen dhe është gjithçka në rregull, biles make-upin e ka bërë tek Ina në Struk, është një make-up artiste shumë e njohur. Çifti mjaft i përfolur i ferma e VIP 2, Alba dhe Limi janë në vëzhgimin e ndjekësve dhe pse jashtë fermës. Të shumta ishin dyshimet se lidhja e tyre përfundoi, pasi në spektaklin e kaluar u përfol se Limi kishte krijuar një njohje të re. Ishte pikërisht fermeria Casey që deklaroi se Limi po zhvillonte parti me disa vajza, teksa Alba ishte e pranishme në emision. Por aludimet marrin fund pasi në spektaklin e mbrëmshëm Alba ka vendosur varsen që i ka dhuruar Limi, një detaj ky që konfirmon që marrëdhënia e tyre vazhdon edhe jashtë fermës VIP. Por jo që vetëm kaq. Një ngacmim i moderatores Luana Vjolca ndaj fermeres theksoi se mes dyshes nuk ka asnjë krizë. Pjesë nga biseda thot Luana, o Alba, apo mendon për Limin? Alba, jo, thjesht po dëgjoja bisedën, mos më dizni emocione të tjera. Do me thënë, Alba Pollozhani vazhdon të jetë me Limin, edhe pse po përflitet shumë marrëdhënia e tyre si një marrëdhënie e dështuar. Casey tha që Limi shkon me femra të tjera, ndërsa Limi po nxjerrën në story Albën, do me thënë tagat me Albën, Alba nxjerrën taga në storin e saj. Tani në qoftë se Alba nuk e ka marrë Limin dasëm Struk, me patjetër sepse ato akoma nuk e kanë finalizuar dashurinë e tyre, akoma nuk ka asnjë gjë, por unë jam shumë i bindur që Limi dhe Alba janë bashkë, nga që ka puls mes tyre, ka emocion mes tyre dhe ato të dy e duan njëri tjetrin. Dua të marr mendimin tuaj për këtë raport.